Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Sokol Balla nuk më ka pëlqyer kurrë. Rudina Xhunga mban inate të vjetra. Në promon e një emisioni që ishte e ftuar gazetarja e njohur Rudina Xhunga, ajo ka dhënë një intervistë të gjatë. Por ajo që na ngriti kuriozitetin ishte një fjali për Sokol Ballën. E pyetur se kë do të zgjidhte mes Sokol Ballës dhe Eni Vasilit, Rudina u përgjigj: sigurisht që Enin. Normal që Kolin nuk do ta zgjidhja sepse nuk më ka pëlqyer kurrë. Si individ apo si figurë? U pyet ajo nga gazetarja. Janë personazhe të dy në mënyrën e vet, por Eni është më e aftë dhe më e shkathët se ai. Kujtojmë se para shumë vitesh Balla mori kohën televizive të Rudina Xhungës në Top dhe emisioni i saj u mbyll duke u zvendësuar me emisionin e Sokol Ballës. Por jo vetëm kaq, duket se gazetarja ka përndjekur Rudinën. Madje shpeshherë asaj është bërë pyetja: si ka mundësi që kudo ku shkon ti vjen Koli dhe largohesh ti? Me sa duket kanë hatërmbetje.